Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Por të nesërmen, që ishte mbas ditës së përgatitjes, kryepriftërinë dhe farisejnë u mblodhën tek Pilati duke thënë: Zot, na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha: pas 3 ditësh do të ringjallem. Prandaj urdhëroi që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vinë dishepujt e tij natën ta vjedhin trupin dhe t'i thonë popullit: u ringjall prej së vdekurish. Kështu mashtrimi i fundit do të ishte më i keq se i pari. Por Pilati u tha atyre: rojen e keni, shkoni dhe siguroni varrin, si të dini. Dhe ata pra shkuan dhe mbasi e vulosën gurin e siguruan varrin me rojë. Mateu kapitulli 27, vargu 62 deri në 66. Më pëlqen shumë ky pasazh: shkoni dhe siguroni varrin, si të dini. Po, pa çifat me këtë, sepse po merreni me një shpëtimtar që as vdekja nuk mund ta mbaj. Po merreni me një Perëndi që i jep jetë vdekjes, po përpiqeni të kufizoni atë që është ringjallja dhe jeta. Më pëlqen shumë ky pasazh. Ndaj siç jemi lutur përgjatë udhëtimit ton me Jezusin për në kryq, e premtja e Zezë është për të kujtuar vdekjen e tij në kryq. Vëre pak vete në vendin e dishepujve. Të gjithë ata që shihnin nga Jezusi, gratë që u ulën, pan e qan, ndërsa ai u var në kryq, ndjen dhembje, lëndim, zbrazëti dhe vetmia të shtunë. Dhe këtu kemi forcat ushtarake të shtetit që kërkojnë të sigurohen që t'i jepet fund kësaj historie, që fjalët e tij të përgënjeshtrohen dhe që ndjekësit e tij të mos besojnë më te ai. Por një ditë më vonë gjithçka do të ndryshonte. Ata nuk i dinin këto gjëra të shtunën. Gjithçka dukej ndryshe atë ditë. Dukej sikur autoritetet e shtetit dhe drejtuesit fetar kishin fituar. Dukej sikur mëkati, padrejtësia dhe ligësia kishte mbizotëruar. Edhe kur ne e shohim botën përreth sot, mund të tundohemi të mendojmë të njëjtën gjë, që mëkati, vuajtja, ligësia, padrejtësia dhe madje autoritetet shtetërore dhe drejtuesit fetar që kundërshtojnë Zotin, të gjithë këto kanë mbizotëruar. Ne mund ta mendojmë këtë në botën dhe në jetën tonë. Por le të mos harrojmë se asnjë nuk mund të ndalë atë që është ringjallja dhe jeta, që Perëndia i plot fuqishëm ka fuqinë ta kthejë vdekjen në jetë, të kthejë vuajtjen në gëzim, të kthejë vajtimin në këngë dhe të kthejë të gjithë situatën përmbys. Jezus, ne të lavdërojmë që vdekja nuk mundi të mbante ty. Ne nuk duam të shkojmë shumë larg, sepse sapo kemi festuar Pashkën, por Perëndi, ne të lavdërojmë në mes të lëndimit, dhimbjes, vuajtjes, ligësisë dhe i dërimit në këtë botë, sepse këto nuk janë fundi. Perëndi, ne të lavdërojmë që autoritetet shtetërore që kërkojnë sot të përndjekin motrat dhe vëllezërit tanë nëpër botë, që të kundërshtojnë ty dhe fjalën tënde, nuk do të fitojnë. Ne të lavdërojmë që asgjë nuk mund të ndalë vullnetin tënd që të përmbushet. Vullneti yt në botë nuk mund të shtrembërohet. Qëllimet e tua në botë do të përmbushen. E gjithë lavdia është për emrin tënd. Ndaj na ndihmo të shohim në mes të ditëve të errta, në mes të ditëve të vështira. Na ndihmo të përmbahemi te shpresa që kemi në ty, në fjalën tënde, në ty Jezus, dhe te ai që ka mposhtur vdekjen, te ai që është ringjallur dhe te ai që na ka ringjallur edhe ne. E gjithë lavdia është për emrin tënd, sepse vuajtja, mëkati, ligësia, megjithse duket se janë fundi i historisë, në të vërtetë nuk janë. Ato nuk e kanë fjalën e fundit. Fjalën e fundit e ke ti. Sot ne themi që besojmë në ty. Ne të duam, të adhurojmë dhe presim me padurim ditën kur do të shohim ty ballë për ballë, kur e shtuna jon do të kthehet në të diel dhe ne do të ringjallemi bashkë me ty për të shijuar bashkësinë me ty në përjetësi. Ndaj na ndihmo ta bëjmë të njohur këtë lajm të mirë, Perëndi. Ne lutemi që njerëzit nesër dhe kishat në të gjithë botën të vinë në besimin tënd, të besojnë tek ti, Jezus. Ne lutemi që ti të na përdorësh për të ftuar njerëz që të dëgjojnë këtë lajm të mirë dhe ta vendosin besimin dhe shpresën e tyre në ty. Perëndi, ne lutemi për përhapjen e ungjillit te kombet, te njerëzit që nuk e kanë dëgjuar kurrë atë. Të lutem, Perëndi, përdori jetët tona për ta bërë të njohur lajmin e mirë të ringjalljes tënde në çdo skaj të tokës. Ne të duam, Zoti Jezus, dhe të lavdërojmë, megjithse jemi në mes të mëkatit, vuajtjes dhe dhembjes në këtë botë. Ndaj presim me padurim ditën kur ti do ta kthesh të gjithë këtë në gëzim,
këngë dhe kënaqësi në praninë tënde. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen.